Golemi dhe Qereti pa furnizim me ujë në mesin e sezonit turistik, ujësjellësisë përgjigjet, edhe pse janë mes zonave me fluksin më të lartë pushuesve për shkak të afërsisë me Tiranën dhe Durrësin dhe vijën bregdetare më të gjatë. Golemi dhe zona e Qeretit në gjithë vijën bregdetare deri në Kavaj po vuajnë këto ditë mungesën e furnizimit me ujë të rregullt me ujë. Kjo situatë ka ndodhur edhe ditën e sotme, ku në oraret e pas drekës deri në mbrëmje, zona e Golemit, shkëmbi Kavajës, zona e Qeretit dhe vija bregdetare Kavajës nuk kanë patur furnizim me ujë. Krahas temperaturave të larta, situatën e bën edhe më të rëndë fakti se ndodhemi në kulmin e sezonit turistik në ditët e fundit të qershorit, ku strukturat akomoduese janë duke u përgatitur për të pritur pushuesit e korikut. Ditë më parë, zona e Golemit pati probleme në furnizimin me ujë, por ujësjellësi deklaroi se bëi fjala për një problem në tubacionet e vjetra, për të cilin po punohej për ta zgjidhur. Por në fakt, qytetarët kanë denoncuar ditën e sotme situatën skandaloze se kanë qenë pa ujë në banesat e tyre në zonën e Golemit dhe Qeretit gjatë pasdites së dieshme deri në mbrëmje pas një shpjegim.